Vazhdojmë me lejnë Allah të Azza aty ku kemi mbetur me meselet e dinit fejes. Ajo cila me lejnë Allah të Azza në këtë video do të flasmi është për përshkrimi i namazit natës apo përshkrimi i namazit taravih çu do të mi fal. A do të mi fal ka 4 recate çu bojna për vendet tona apo do të mi fal ka 2 recate. Hadithi shumë është i qartë أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. Ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për namazin e natës. Pastaj pejgamberi është përgjigj ka thënë mesna, 2 ka 2 recate. Dhe kjo është domethënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e tregon se çysh do të më fal forma, 2 ka 2 recate, jo 4 ka 4 recate. Ka ardhur me një transmetim tjetër, është që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa recate i ka fal, është përmen 4. Atëre shumica e njerëzve të devijun e kanë marrë domethënë këtë fjalën e Aishës radhiyallahu anha 4, domethënë 4, duke menduar që ka 4 recate fal namazin natës, domethënë fund domethënë 4 recate, në fund të recatit fundit me dhënë selam, apo domethënë që e bujnë çdo 2 recate e bën të shhudin e parë, pastaj të shhudin e dytë. Jo, kjo nuk është kuptimi i hadithit, nga se Imam Newawiu ka tregu për këtë hadith, Hajar ibn Asqalani ka tregu për këtë hadith, dhe shumë ulema tjerë kanë tregu për këtë hadith, ka thonë nuk është qëllimi që mi fal 4 recate që shbujna për vendet tona, jo. Mirë po, ka 2 recate. I fal 2 recate, jep selam, ngritesh, fal 2 recate, kjo ka pat për qëllim. Pastaj hadithin që e përmendëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i tregon këtij burri se çu do të më fal namazin e natës, 2 ka 2 recate, duke thonë mesna, 2 ka 2 recate. Atëherë është pyet Omeri, Qileli ibn Umar, djali i Omerit, është pyet ma mesna, çka do të thonë kjo mesna, çka është puna, çysh? Atëherë djali i Omerit, Abdullah i ka thonë an tusallima fi kulli rak'atayn. Ama thonë me dhënë selam pa çdo 2 recate. Domethënë kjo është forma e atyre të cilët domethënë falin namazin e natës, domethënë 2 ka 2 recate, jo 4 ka 4 recate. Pse? Pse kanë të mendimit të ulemat, ai i cili fal domethënë 4 recate së bashku, nuk ja ka qollu sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe namazi i tij domethënë është i kot, Allah na ruaj. Pastaj cilësia e namazit e taravive që shbojna për vendet tona me gjysa jeti, Allah më stat, apo domethënë me sende të pakta shpejt e kështu të mëra, aja nuk quhet namaz. Allah i drejtohet i udhëzoi popullin ton, ja Rabbil alamin. Mirë, mesele tjetër e cila në rrokët me ta është el kunut fil vitr, do të thonë lutja në vetër. Kunut e ka për qëllim jo qëndrimin në kam, as po në ruku apo në sejdë, po e ka për qëllim ulemat e kanë rrok, do të thonë zgjatimi i lutjes, do të thonë në vetër. Cila është? Kjo është një mesele shumë e madhe që është për çudi ndoshta kur e ndëgjani, mirë po kjo domethënë rrokët na për të gjithë ulemat, na për të gjithë librat, kjo është mesele. Gjëja e parë, nuk është saktësuar që profeti sallallahu alaihi wasallam ka bu kunut në vetër, do të thonë lutje në vetër. Nuk është saktësuar që pejgamberi u shtut ka shumë, do të thonë në vetër. Është pyet Imam Ahmedi për një gjë të tillë, ka thonë lejse yurwa fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an. Thotë nuk është saktësuar, do të thonë pejgamberi, nuk ka ardhur asnjë transmetim asgjë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se një gjë të tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kunut, do të thonë ka bulutje të gjata shumëta. La yusihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kunutil vitri hadithan musnad. Nuk është saktësuar, do të thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam asnjë hadith, do të thonë musnad zinxhir i sakt, por që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thonë në vetër ka bulutje gjata. Pastaj sipas këtyre mendimeve që i kanë përshkruar ulemat, ju nda ulemat mendime. Ju nda do të thonë në 2 grupe. Grupi i parë ka thonë këta: kunuti në vetër jo në Ramazan. Ata ne kanë pranuar kunutin në vetër jo në Ramazan, mirë po kur domethënë është trujt në namazin e sabahat. Ka ndodhur
që në namazin e sabat, sahabët e kanë bërë, domethënë, kunutin e gjë tillë. Por të lashët e tyre, të lashët e sahabëve e kështu me radhë. Që thot Ibn Qayyimi thot, kunutin e vetër është ruajtur tek sahabët në namazin e sabahut, mi po jashtë Ramazanit. Për tëve që e ka bërë ka qenë Omeri, Ibn Mas'udi, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. أظن قال أعطى që në vërtet që kanë qenë disa prej sahabëve që kanë vepruar këta, domethënë kunuti, zgjatimi i lutjes, e kanë bërë si vetër namazin e sabahut, domethënë kanë qenë sahabët që kanë vepruar këta. Grupi i dytë kanë thonë kunutin në Ramazan. Kunutin në Ramazan. Mirë po, e kanë dhënë në dy mendime. E kanë pranuar lutjen në Ramazan, kunut vitër me bë lutje në Ramazan, në namazin taravive, duke fal vitin domethënë lutje, e kanë pranuar, mirë po janë dhënë dy mendime. Ka thonë e para mendim është kamil shahr, domethënë komplet muajin të me bë lutje. Që t'ja fillon me vetër, domethënë gjithmonë të fal vetën të duke bë lutje. Për këto domethënë e kanë marrë argument Omerin dhe Ibn Mesudin. Ndërsa grupi i dytë, Imam Ahmedi, ka thonë që është më e mira dhejqen e fundit Ramazanit, apo prej gjysës të Ramazanit me bu kunut, me bu vetër, domethënë me lutje. Me ta, domethënë, është argument që kanë bu Ubej ibn Ka'b, Ibn Umeri, Alija ibn Serini, Malik ibn Nesi dhe Imam Shafiu. Mirë, pas këtyre mendimeve, cilla është domethënë mendimi më i mirë dhe më i saktë? A me bu lutje, domethënë në vetër, a mos me bu lutje, cilla është më saktë? Kanë dhënë ulemat këta përfshirje. E parja ka thonë lutja në vetër ndonjëherë me e bo, ndonjëherë mos me e bo është më e mira. Gjë tjetër që kanë përfshi ka thonë më e mira është me e bo komplet muajin, me fillu prej fillimit deri në mbarim me bo domethënë vitrin me lutje. Kjo është më e mira kanë thonë. Pastaj kanë thonë e nëse e ban ka gjysa Ramazanit, ka thonë kjo është edhe më e mira. Ka thonë fillim të Ramazanit nuk e ban, ka gjysa Ramazanit, vazhdon duke bërë domethënë vetëm me lutje, ka thonë kjo është më e mira. Gjë tjetër që kanë thonë përfshirje kësaj mesere kanë thonë e nëse e fal pa lutje, apo nëse e fal vitrin pa lutje, duke mos menduar njerëzit që kjo është sunet, ka thonë kjo është edhe më e mira. Çka nuk kuptoj me to? Ulemat e kanë marrë sipas këtyre mendimeve e kanë marrë një rregull dhe e kanë vendosur. Kjo rregull është kjo. Gjitha këto mendime që i cekëm ka thonë janë të sakta. Cillën do që ti e vepran është e pranuar domethënë, është e lejuar. Kjo ju vëllezër është meselja domethënë e çështjes kunutit në vetë.